Dhoma e Avokatisë në Vlorë, në kuadër të diskutimeve dhe debatit mbi projektin e kodit të ri penal, ka organizuar këtë të premte në ambientet e dhomës së avokatisë një seminar me tematik refleksione mbi bashkëpunimin e posaçëm dhe veprat penale të korrupsionit në projektin e kodit penal. Ky seminar është organizuar me pjesëmarrjen e gjyqtarëve Florian Kalaja dhe Engert Pullumbi, gjyqtar pranë gjykatës së apelit të posaçëm për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Seminar ky, i cili ka nisur me 1 minutë eshtje për gjyqtarin Engert Kalaja, që u vra mizorisht në sallën e gjyqit disa ditë më parë. Në emër të dhomës do kërkoja nga të gjithë pjesëmarrësit që të mbajmë 1 minutë eshtje për gjyqtarin e Kreu i dhomës së avokatisë në Vlorë, Durim Bajramaj, thosë se projekti për kodin penal është kundërshtuar edhe nga dhoma e avokatisë në Vlorë. Sipas Bajramajt, është e pamundur të konsultohet dhe diskutosh për projektin e kodit të ri penal, i cili është voluminoz. Edhe takimet që kryen në përrethe mbi diskutimet mbi kodin e ri penal, sipas Bajramajt, bëhen sa për të hedhur i syve, pasi është e pamundur diskutimi me mbi 950 nene të kodit penal. Avokatisë së Shqipërisë, nuk i thonë më dhomë kombëtare, e ka kundërshtuar në parim këtë projekt kod, duke që në të njëjtë linjë dhe dhoma vendore e avokatisë Vlorë e ka kundërshtuar këtë projekt kod. Ne kemi bërë para disa ditësh në qytetin e Vlorës një takim, një tryezë. Në datën 20 e ka dhoma kombëtare e avokatisë në qytetin e Tiranës, që do jetë dëgjes vetëm për dhomën e avokatisë. Në të njëjtën linjë menduam që të organizojmë dhe ne si dhomë këtë seminar, siç e thash me 2 nga magjistratët më të mirë që kemi në sistemin e drejtësisë. Diskutuam me të 2 gjyqtarët dhe vendosëm që të diskutonim vetëm për bashkëpunimin e posaçëm në vepra penale të korrupsionit, sepse është e pamundur, pavarësisht se po mundohen të na i paraqesin, domethënë, ose na hedhin hi syve, për të qenë të sinqert, me këto takimet që bëjnë në përrethe për miratimin e atij kodit, sepse është në pamundësi absolute që të diskutoje sot në këto 3 orë që kemi vënë në dispozicion, të diskutoje për 950 nene të kodit penal. Për gjyqtarin e gjykatës së apelit të posaçëm për korrupsionin dhe krimin e organizuar, Florian Kalaja, për të folur për kodin penal do të duhen ditë. Kalaja thosë se seminaret e tilla bëhen për të diskutuar mundësitë se si ky draft mund të rregullohet. Sipas Florian Kalas, gjyqtarët, prokurorët, avokatët po vijnë përballë faktit se duhet miratuar kodi penal dhe konsultimet bëhen në një afat të shkurtër kohor, çka e bën të pamundur diçka të tillë. Kalaja konfirmon faktin se ky kod penal sipas tij shkon keq me sistemin gjyqësor, ku ka shumë gabime dhe ende shumë nevoja për diskutim. Sigurisht për të folë për çështjet e drejtës penale nuk do na mjaftonin orët, ndoshta edhe ditët, por sot ne vendosëm pas konsultimit që bëm të 3, vendosëm që jo pa qëllime, vendosëm që të flasim për 2 çështje të rregullimit të projektit në draftin e ri të kodit penal, për të dhënë edhe një mesazh që në vlerësimin ton, sikur se e tha zoti Bajramaj pak më parë, shkon keq në mënyrën se si po serviret ky lloj produkti në publik dhe po bëhet, po themi, vijemi para faktit kryer për një draft që është hartuar me kaq shumë norma, me kaq shumë risi, dhe kur takimet bëhen për të konsultuar me atë, lihet 1 orë për të folur për gjithë kodin penal, që është e pamundur. Dhe prandaj për të bërë një lloj mënyre alternative se si duhet ndërtohet në mënyrë konstruktive debati për projektin e kodit penal, zgjodhëm që trajtojmë 2 çështje të këtij konstelacioni institutesh që përfaqëson kodin penal. Engert Pullumbi, gjyqtar në gjykatën e apelit të posaçëm për korrupsionin dhe krimin e organizuar, thosë se mbi projektin e kodit penal është punuar në mbi 2 vite, por sipas tij publiku dhe përfaqësues të sistemit gjyqësor në vend nuk kanë patur djeni,
Sipas Pullumbit, nuk i është lënë koha e nevojshme askujt për të dhënë ide, sugjerime dhe kritika mbi kodin penal se çfarë duhet të përmirësohet. Sipas gjyqtari Pullumbi, ky draft i propozuar është i njëjtë me atë të cilën kanë ideuar më tepër se 2 vite më parë. Në djenin tonë, sepse çdo gjë deri në këto moment është bërë pothuajse sekrete, ka mbi 2 vite që është punuar, ndoshta edhe më tepër, që është punuar mbi draftin e këtij kodi penal. Publiku dhe profesionistët nuk kishin asnjë informacion kush ishte grupi punës, kush janë modelet tek cilat janë bazuar, kush janë nevojat dhe shqetësimet që burojnë nga kodi aktual penal dhe nevojat për ndryshim dhe për përmirësim. Dhe e fundit, dhe që është më shqetësuesja, është fakti që nuk është lënë koha e nevojshme të gjithë aktorëve të prekur nga ky kod penal për të dhënë mendime, sugjerime dhe kontributin e tyre. Projekti i kodit të ri penal edhe në publik ka ngjallur shpeshherë diskutime të shumta dhe tepër debat. As togat e zeza në rang vendi, me shumë ndryshime që ka pësuar ky fundit, nuk kanë patur dakordësi.